Lavdi dhe falëndrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Transmetohet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u është drejtuar shokëve të tij duke u thënë: "Men asbaha minkum al-yawma sa'ima." Kush prej juve sot është I agjërueshëm? Çohet Ebu Bekri dhe thot: "Unë thot ja Rasulullah." Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Man tabi'a minkum al-yawma janazatan." Kush prej juve ka ndjekur, ka shku pas xhenazës, të përsjellën ndonjë të vdekur. Përsëri Ebu Bekri u tha: "Unë tha ja Rasulullah." Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Faman 'ada minkum al-yawma maridan." Kush prej juve ka shku e ka vizitu ndonjë të sëmur. Përsëri Ebu Bekri tha: "Unë tha ja Rasulullah." Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kush prej juve I ka ndihmu e ka ushqe ndonjë të varfër?" Përsëri Ebu Bekri tha: "Unë tha ja Rasulullah." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna." Një person I cili I posedon këto që I përmendëm, I ka dhe I praktikon, thot ai person hin në xhenet, është xhenetli. Sot do t'u tregoj një rast më të vërtet, edhe kjo rast I gjallë është. Një xhamatli thot: "U fala nga një familje të vogël. Edhe pasi që dham selam, ai thot, u kthej ka unë, më përshëndeti dhe më tha: jom lut për ty." Edhe fjale këti thot më vërtet shumë prekin mu. Edhe thash elhamdulillah që dikush po lutej për mu. Edhe elhamdulillah që Allahu xhaleshanu lutjen e ka bë të pa dukshme. Të lutësh për vëllain ton duke mos e ditaj. Edhe pastaj thot nuk mjaftoj me çkaç, por ai fëmiu e futi dorën në xhep edhe e nxori një ëmbëlsirë edhe ma dha mu. Unë thot ma shumë u emocionova edhe fillova të qaj. Edhe pastaj unë I thash atij: "Kush t'ka mësu kështu? Pse e bëni një gjë të tillë kështu?" Thot ai thot më tha: "Nëna ime Rukia." Pra shiqoni çfarë nëne ka pas. Tregimi nuk përfundon këtu. Pastaj thot unë vendosa që një gjë të tillë ta bëja dhe unë si ai. Edhe thot shkova e fala namazin tjetër më një xhami. Afër meje ishte një gjallë I ri, ama esmer. Edhe une
Pasi që dham selam, u përshëndeta dhe i thash, unë e kom ba lutje për ty. A i thot, filloj të qaj, edhe filloj të më falenderoje mu. Edhe më tha, elhamdulillah, që Allahu Gjeleshanuhu ma ka mundësu që dikush për mua të bëj dua. Pastaj thot, ma dha dorën, edhe duke qa dhe tha, Allahu të dhaft gjenetin, inshallah. Allahu të boft gjenetli. Pastaj thot, une dikush prej familjes ishte i semur, shkova në spital. Edhe pasë që vizitova familjarin tim, thash, hajtë që të vizitoje dikë që nuk e njo, ta praktikuj atë që ma mësoja i fëmiju. I rash dirës, më një dhoma tëj, kur e pashtot, një Afrikan ishtë atëj, ati thot që këshim prej kombat. Edhe u afrova, e përshëndeta, si i ki halët, a i thot ishte i mërzitur shumë, nga se as kush nuk kishku të vizitoja. Edhe më tha, Allahu të dhash të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, që ma fute gëzimin në zemrën time, sepse as kush nuk ka ardhur të vizitoje. Pra une e falenderova Allahun Gjeleshanuhu, që Allahu Gjeleshanuhu ma mundsoj që një fëmi të më jape shembulltyr. Dhe kjo normal ishte për një nënës e cila ishte edukatore, e cila nuk e kish lind të atë fëmijën dhe të alone pa edukim, të edukuje dikush tjetër. E dini për shembull Bram, çka është bën, shembull, sa petarda, sa fishek zjara për shembull, jenë ndez, sa harxhime janë bë, sikur ato harxhime për shembull të bëheshin në ndonjë prej këtyre, atëherë sa fitimi i madh do të ishte për ne si në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra edhe ne inshallah të bëhena për atyre që të marrëm mësim. E shifri se e madhe është një fëmi mund të bëhet sebeb shkaktar që të bësh ndryshim rrënjësor në vetën tënde, edhe të bëhesh shembulltyr i mbar muslimonëve pastaj. Pra ky ishte mesazhi kryesor për këtë ditë të xumës. Allahu Gjeleshanuhu na bëft për atyre që kur i dëgjojnë fjalët e Allahu Gjeleshanuhu, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këshillat e njerëzve të mençur, të jo vetëm t'i dëgjojmë, por të mundohena edhe t'i përjetojmë ato në jetën e përditshme tonë. Ela in ahsanul kalam wa ablagha nizam, kalamullahi al-malik al-aziz al-mannan.